A i dini se kush ishte shoku i ngushtë i Enver Hoxhës? A i nuk fliste shumë, por kur fliste, gjithçka ndodhte. Ishte pranë çdo vendimi, çdo udhëtimi, çdo takimi sekret. Emri i tij, Hysni Kapo, shoku i ngushtë i Enver Hoxhës. Nga vitet e luftës nacional çlirimtare deri në fundin e regjimit, Hysni Kapo nuk ishte thjesht antar i partisë, ai ishte pjesë e bërthamës së pushtetit, një nga njerëzit më të besuar të diktatorit, i deleguar për çdo mision të fshehtë, i pranishëm në çdo manovër politike. Ai njihte sekretet e regjimit, çdo marrëveshje, çdo frikë. Në kohën kur figura të tjera u rrëzuan, u përjashtuan, u ekzekutuan, Kapo mbeti. Ai ishte mburoja dhe zëri i brendshëm i Hoxhës. Besnikëria e tij ishte absolute. Puna e tij të mbante pushtetin të paprekur. Dhe pse emri i tij nuk është i famshëm si Hoxha? Sepse roli i tij ishte hije, por hijet ndonjëherë janë më të fuqishme se drita. Shoku i ngushtë i Enver Hoxhës, një njeri që mbajti pushtetin të palëkundur për dekada. BF Media. Një pyetje mbetet. Në çfarë mase hijet e tij vendosën fatin e Shqipërisë?